Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani e në podcastin Mesut Shabani. Po ju pëlqeu në fund bëni një subscribe. Sot është data 29. Është muaji i tretë, viti 2026, pra e diel. Dhe të dielave si zakonisht bëhet një rikapitulim i asaj çfarë ka ndodhur gjatë javës dhe përgatitje për javën e re. Por në fund të javë, pra sot të dielën, kryeministri i Maqedonisë Mickovski u apreu shpresat shqiptarëve se një rrugë, e cila mund të sillte shumë benefite e natës, mund të kalonte nëpër Strug dhe të vinte, kuptohet, nëpër Gostivar, Tetov dhe Shkup, të delte në Kumanov dhe andaj pastaj të shtriheshte për Bullgari. Dhe të dëgjojmë se çfarë tha sot kryeministri në Ohër, posaçërisht në atë që quhet aeroporti i Ohrit dhe siç thaj restaurim dhe modernizim ndër më të fortët që mund të mbajë mend Maqedonia. Дали останува на изградбата на автопатот Требениш Струја Кјафасен, бидејќи претходно имаше некои други информации, значи дали останува во план изградување тој дел? Тој дел најверојатно нема да остане во план, затоа што не зависи тоа од нас, туку зависи од УНЕСКО. Но се бара начин како тоа се да се заокружи и таа целина. Затоа што влегува во периметарот на УНЕСКО и тука ќе најдеме начин како повторно да имаме безбеден сообраќај помеѓу тие две отсечки и мислам дека тоа ќе го направиме. Така што во овој момент најверојатно не е се уште донесена конечна одлука, уште се преговара, уште се разговара, но најверојатно тука ќе треба да имаме некакви измени. Po pra dëgjohet, korridori 8 në teqe këtu në një lagjën të thojmë na ne. Dhe Mickovski e kuptoi, pse të kaloj nëpër trojet shqiptare, ku 80% e popullatës është shqiptare në Maqedoninë Perëndimore, se pse të harxojnë ta zonë gjithë ata që do kalojnë në korridorin 8 NATO e kështu me radhë delegacione të ndryshme nga Bullgaria. Bile tash dëgjova edhe një variant edhe nga Greqia, më shkurt do binte dalin në Shkup dhe prej Shkupit të futen nga Tetova të shkojnë në Tiranë, për në Itali. Çfarë nuk do dëgjosh pra? Kryeministri e sqaroi. Por duhet haruar një gjë. Kryeministri po manipulon HPR. A dini pse? Sepse nuk ofron asnjë dokument të bardhë dhe të thotë, ky është nga UNESCO. Nuk ka. Unë si Mesut Shabani kam shkruar sot UNESCO-s, lidhur me këto deklarata të Mickovskit, dhe shohim ditëve në vazhdim. Një deklaratë para një jave që pa ta bërë edhe për BE-n edhe për NATO-n, se për këtë BE-s ka efekt, sepse me 22 prill vjen një delegacion i BE-s për shumë shka, por edhe për korridorin 8. Vërtet nuk ka kuptim kjo çka po bën pra. Eliminon komplet një territor, një etnikum pra popullatën shqiptare për t'i bërë kahje dikujt tjetër. Dhe kishte thënë Shobani, unë i kuptoj uqrit që mi hëngrën dhënd, por nuk kuptoj qenin tim se pse dhe ai bërtit të kundër meje. E dini pse? Sepse zëdhës ministri transportit Kaltrina Zekolli Shaqiri ka dalë me një deklaratë dhe reagon për korridorin 8 shqiptarëve. Thot lidhja autostradës Strug Qafan do të realizohet. Kjo ose nuk e ka dëgjuar sot se çka ka folur Mickovski në orë, ose neve mundot na bëj lolo, pra krit që kemi ne dhallët. Unë do e kisha shtruar vetëm një pyetje kësaj zonjës. Pse nuk je ti në asnjë promovim të këtyre rrugëve që i bën kryeministri apo ministrit, sepse ti je ministri e ministrit të transportit. Nuk kemi të pa, nuk pa. Ti atë punë ke të përfaqësosh, jo nga Shkupi të rish në dhomë dhe të shkruaj status e Facebookit. Problemi i por ta dini ju të Vlenit edhe të BDI-s, do mbani përgjegjësi historike, siç mbajnë ish komunist shumë para popullatës. Do mbani, sepse njëherë ju dha mundësia, nuk ditet ta bëni. Por edhe kjo nuk do e lexoj sepse vërtet nuk është rënqetëse, por është jashtëkrit çdo shablloni pra. Vetëm le të hyj le ta dëgjoj kryeministrin çfarë ka thënë në orë dhe do e kuptoj se për çfarë bëhet fjalë. Nga minuta 24 le të hyj te kryeministri, ndërsa te telegrami PKMK ka më shkurt, e ka një 52-3 sekonda. Ky është problemi i saj. Por më tepër ka befasuar çoku, ai buri
del dhe flet. Deputeti Vlen Bekimi Qoku ka mbrojtur ndërtimin e korridorit 8 duke hedhur poshtë kritikat e opozitës për këtë projekt strategjik. Çfarë opoziteve o Bekim? Popullata reagon. Ku ka opozitë politike? Ku ka? Dhe është mirë sipas tij, Qoku nënvizoi se për qeverinë është thelbësore që autostradat të shtihet deri në Trebenisht dhe Ohër. Tash nga doli Ohri o Qoku, kur natë thot Trebenisht, Durrës, Shkup nëpërmes Tetovës, Kumanov dhe del në Bullgari. Çfarë nuk do dëgjosh? Pra, ky nuk është në rrjedhë as pak. Më mirë do kishte ra puna. Unë e kam takuar para shumë viteve në një seminar viteve 2017-18 në Ohër, duke shëtitur një qenë vogël, ashtu. Okej, më mirë do vinte shëtit atë qenën se sa të merresh me politikë Bekim. Okej, problemi i tij, edhe ky do bart përgjegjësi historike për mos realizim të korridorit 8 në trojet shqiptare. Më Mickovski nuk e fsheh, hapur e thot. Okej, ka reaguar edhe BDI-ja. Dhe them, a ka beti kusht të Mgeligice? BDI-ja për korridorin 8. Këta nga viti 2002 deri në vitin 2023 patën mundësi që ta bëjnë jo autostradë, por ta bëjnë edhe për gara Formulës 1. Nuk e bën. Arsyetoi Aliameti me BDI-n asukoi me Musa Xhaferin dhe ekipën. Çështja e Kosovës është tash me rëndësi, se dikush e merrte parasysh deklaratat e opozitës në shqiptarë Maqedoni lidhur me Kosovën. Kosova ka krejt status tjetër, ama krejt status tjetër. Të gjithë ne e dinim. Por ja Musa, ja çaje murin sepse këta ishin bën një mur i vërtet. Pastaj udhtimi i Artan Grupit dhe Aliametit në Stamboll dhe pas asaj nxjerrja e Artan Grupit në listën e zezë amerikane. Pse nuk sqarohet? Dhe, ala edhe më interesant, ambasadori amerikane që ishte në Shkup, Ageler, edhe ajo është e përzirë në këtë aferë me korridorin 8. Edhe kjo nuk është interesant. Keni dëgjuar, pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Maqedoni ende nuk kanë caktuar ambasador? Kanë një përgjegjëse të ambasadës, por nuk është ambasador, është përgjegjës. Okej, nuk është okej, por unë nuk do lexoj që thot BDI-ja, edhe një projekt e anuluar edhe një drejtë e mohuar nga kjo qeveri. BDI-ja ka gjunaj, jo me kill, jo me tona, por çdo ditë 365 vite, 22 vite, mosim më tepër. Por ja unë edhe një herë ju afroj asaj zonjës zëvendës ministres për transport dhe lidhje. Дали останува на изградбата на автопатот Требениште струја ќафасам, бидејќи претходно имаше некои други информации, значи дали останува во план изградување тој дел? Тој дел најверојатно нема да остане во план, затоа што не зависи тоа од нас, туку зависи од ЮНЕСКО. Dhe pse nuk ofrosh një dokument? Një dokument ta shohim dhe do thëm, po, ka të drejtë. Kur Ministri i Transportit dhe Lidhje arsyeton ndërtimin e hotelit të Sasha Mielkovit në Ohër, pas ka 51 deri 56 metra largësi. Но се бара начин како тоа да се заокружи таа целина. Затоа што влегува во периметарот на ЮНЕСКО и тука ќе најдеме начин како повторно да имаме безбеден сообраќај помеѓу тие две отсечки и мислам дека тоа ќе го направиме. Така што во овој момент најверојатно не е се уште донесена конечна одлука, уште се преговара, уште се разговара, но најверојатно тука ќе треба да имаме некакви измени. Po pra, ky nuk e fsheh projekti dhe nuk mund të presësh diçka tjetër. Nuk e fsheh. E vëreni se si është duke ndërtuar rrugë e rrugica nëpër Maqedoninë lindore tjetër, në Maqedoninë Perëndimore asgjë. Bile, ajo që bie në sy është reagimi i Bilat Kasamit në Këshillit Komunal se ajo rruga e Shtipska, pra një rrugë në aty te burgu e ka emrin Shtipska, nuk e ka Shtipit, po Shtipska e ka, ashtu shkruhet. Dhe se nuk është në dy gjuhë, dhe qenka nën komandën e Ministrisë së Transportit dhe Lidhje. Okej, po nuk jam unë qeveri o Bilal, ti je në qeveri. Ti duhet të zgjidhësh një rrugë. Me muaj i lartë njerëzit në Bardh, ende vazhdojnë që të jetë në Bardh. Pra, në atë e thash edhe mbrëmë dhe por në mbrëmë që quhet një takim i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Washington dhe Maqedonisë, që ka të bëjë është me datë 7 prill, asnjë politik bërës shqiptar.
Pra, Ministri punët jashtëm Tim Shëmësunski, Ministrat Panqe Toshkovski, Vlado Miselovski, Stefan Andonovski dhe Sanja Bozhinovska. Dhe asgjë tjetër. Asnjë shqiptar. Kur të kapin për veshin, nuk të kapin për jake. Nuk është për unë edhe për pak dhe ndalen. Pra edhe njerë, zonës ministria dhe duhet të sqaroj pse nuk shkon në këto që quhen promovime. Pse s'ishte në orë sot. Deri diku Sela ka të drejtë, sepse ajo është opozit. Mirë për Taravari nuk ka të drejtë. Ishte në pushtet. Dhe lidhur me koridorin 8. Sela ka të drejtë. Po unë iftoj, sepse me 31 mars ka paralajmërim nga Ministria e Transportit se që të mos merret vesh, ashtu të bëhet shkelë shko, popullata e fshatrave të Strugës, të gjitha fshatrat, tash mos më kapni për fjalë emrat e fshatrave se mund të gaboj, të gjitha fshatrat e Strugës duhet të shkojnë në Këshillin Komunal në Strugë, se do të ketë debat lidhur me koridorin 8. Unë do kisha thënë, merrni të gjithë. Çdo gjë që keni në shtëpi merrni dhe shkoni atje. Mos e leni me 31 mars, sepse ata mund edhe ta keq përdorin. Dhe nuk keni sepse trus një muhabetit edhe kryetarit komunës I cili thotë se është shumë patriot. Trus. Pse? Se nuk reagon. Në përstrug, I thotë të pare do këshin lënë gjithë ata që do kalojnë në përstrug në koridorin 8, struganëve do mbeteshin. Pra do zhvilloshin pa ndihmën e shtetit. Mirë po shteti nuk lejon, sepse ka gjetur atje do anti-shqiptar në pushtet dhe bëjnë çfarë të duan. Unë BDI nuk e lexoj sepse BDI pati vakët dhe nuk u mor me tema të mëdhaja. Ata shqonin që të bënin lekët valla, se brekët I hek vetë, nuk ka nevojë. Lekët. Dhe gjithashtu pra vazhdon Maqedonia në një mishmash nafta. Sado që ai lavdërohet kryeministri se ka një zbritje, nesër thotë do ketë 2 denar benzini, ndërsa mund të ketë një rritje e vockël. E dini si është e vockël e derivatit tjetër pra naftës. Çfarë nuk ka. Veç edhe ashtu po ja afroj me fundit, unë do kisha thënë edhe një si diçka, jo si surprizë. Vetëm që mund t'i besohet se nuk është I përzirë në këtë aferë me koridorin 8 dhe ka shumë të drejtë, është Mendu Thaçi, kryetari I PDSH-s, I cili tha. Një njeri I cili bën një parti politik për të bërë vetë këshilltar, vetëm ai vetë, për të bërë vetë deputet, për të hyrë vetë drejtor, për të hyrë vetë ministër, thjesht nisën nga interesi personal. Të njerëzit nuk I duhen komë. Të njerëzit nuk I duhen politikës shqiptare. E kam fjallën për Leloj Zjardine, që Taravarë dhe të tjerë, të cilët tashmë vërtetuan se ishin tërësisht panevojshëm. Ama dikush mund të thotë tepër suksesshëm, po për çka? Për të dëmtuar PDSH. Pse? Se kanë ndihmuar armiqtë të PDSH-s. Kanë ndihmuar vetë shteti, kanë ndihmuar vetë maqedonësit dhe vetë strukturat, se qëllimi kryesor ka qenë që të thehet, dëmtohet dhe të eliminohet, që nuk e dhazën, që të eliminohet PDSH-ja, tjerët kanë qenë parancishëm. Sot, duket, kjo është ashqyqare, se zjardinat e këta kanë merë si peshk në zallë, pa ujë. Për shkak se detyrën dhe obligimin e tyre kanë kryer. Po pra, ka të drejtë për politikbërjen shqiptare, qoftë BDI, qoftë Vlen dhe gjithë opozitën tjetër, por me një lulje nuk qëllë pranore dal nga dal, por I kthehen. Unë edhe njerë do kisha kërkuar nga, s'jam askushi, por kam të drejtë si gazetar dhe si qytetar në shtetas dhe votues I këtij shteti, edhe njerë, Vleni të kërkoj sqarimet e Mickovskit në qeveri dhe dokumentacion letër se është nga UNESCO. Jo muhabete, për muhabete të tofin kur ka shumë muhabete fukarallëku I madh. Këtu unë ju përshëndes, dëgjojmë nesër mbrëma, pra nga njerë shumë shka në lajme dhe përgatitjen e lajmeve
këto 40 vite e di se është varur edhe nga momentumi, pra frymëzimi momentan. Mirë po, kur dëgjon Kosovë dhe Llaki, politikë bërje, kur të anulon një pushtet komplet, një pjesë të një shteti, taksat më të mëdha i vjel mund nga Maqedonia Perëndimore, dhe shqiptarët bëjnë aminin, arsyetohen se mire që kalon edhe nga Ohri, kjo është vërtet shtetë rënqetëse. Pra, për fund ju përshëndes, nëse doni bëni subscribe, nëse doni pra na dëgjoni edhe nesër në Roma.